Hekurudha e shpejt traset e reja rrugët që i ndërton në Behtelenka, shteti ka miliarda euro investime në letër, por a ka mjaft ndërtues që do t'i realizojnë në terren? Pikërisht kjo pyetje ka kushti ndërtoi ishte temë takimit të dieshëm mes Odës së ndërtimit dhe qeverisë. Nga qeveria u shprehën të kënaqur nga ajo që dëgjuan. Spremni se da работат, до сега во градежните компании има 47.000 вработени лица. Тоа се податоци кои што тие ги дадоа нели ние како влада. Си имале направено консултации пред да имаме средбата и повторно можам да кажам дека се спремни. Ministria thot se nuk është përmendur se do të nevojitet importi fuqisë punëtore që kompanitë të ndërtojnë, por është paraqitur një problem tjetër. Maqedonia nuk ka kuadër të mjaftueshëm profesional në fushën e ndërtimtarisë, për projektimin e tuneleve ekziston vetëm një inxhinier. Верувам дека веќе Македонија и онака, а и на светско ниво државите стануваат претесни за поголеми експерти, движат меѓународно, верувам дека ќе најдат доколку ги немаат, но вчера не se komentirаше neshtë takve. Pavarësisht kësaj, qeveria pret realizim të përshpejtuar të shpenzimeve kapitale dhe do të mbaj takime 3 mujore me Odën e ndërtimit. Plani është bashkëpunimi ngushtë për të parandaluar vonesat në terren dhe administrata të reagoj kur ka bllokada.